Thënie nga William Shakespeare. William Shakespeare ishte poet dhe dramaturg. Konsiderohet si dramaturg më i shquar i kulturës perëndimore. Citojmë disa thënie të tij. Çudira e çudira është frika që njeriu ka ndaj vdekjes, duke qenë se ajo është një fund i domosdoshëm dhe i detyrueshëm e që vjen kur të vijë. Ligji nuk ka vdekur, ndonse ka fjetur. Histeria e një gruaje xheloze mund të jetë më fatale se dhëmbët e një qeni të tërbuar. As mos jep, as mos merr borxh, sepse borxhi që jep shpesh humbet bashkë me mikun, dhe borxhi që merr të shtur thillin e kursimeve. Abuzimi i madhështisë ndodh se herë që ndahet mëshira nga pushteti. Muzika është ushqimi i dashurisë. Një lodhje e këndshme është shpagimi i vetvetes. Duhet të jem mizor vetëm që të jem i drejtë. Qumështi i ëmbël i fatkeqësive, filozofia. Nami është një robë jetë shkurtër dhe konvencionale që shpesh fitohet pa meritë dhe humbet pa arsye. Dashuria është më e mençura çmenduri. Komedianët janë të aftë të mbajnë sekrete, thonë gjithçka.